Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e radhës të podcastit me Alketen. Sot kam kënaqësinë me pas prezent një profesionist i cili punon me grupin më të ndjeshëm të shoqërisë tonë që janë fëmijët. Sot kam këtu pediatrin Agron Mehmeti. Shumë shpesh më lindin pyetje për zhvillimin, edukimin edhe shëndetin e fëmijëve dhe gjana që prind preokupojnë çdo ditë. Kështu që mirë se vjen në podcast, doktor. Ndoshta muj me fillu me një pyetje që më rre ma shumë shpesh në mendje, sidomos kur e mendoj sistemin tonë shoqërisë edhe sa jena t'gatshëm me majt përgjegjësi të mëdha. Sa mendoni që janë përgatitura gratë në Kosovë për mëmsinë, jo vetëm fizikisht, por edhe psikologjikisht edhe emocionalisht? Përshëndetje, ju falenderit edhe juve dhe ju përgëzoj për këtë iniciativë të re, por shumë e qëllume për vendin tonë, që besoj që e ka shkon në vlerën e kuptimit pozitiv për informimin ma pozitiv të njerëzve edhe për prezentimin e njerëzve që sa do kudo mundohen të japin një kontribut që t'jeti dobishëm për shoqërinë tonë dhe rrethin ku jetojmë. Faleminderit. Për pyetjen se sa janë përgatitur për mëmsinë, tash kjo është një pyetje shumë e gjanë për mi dhënë vetëm një përgjigje të shkurt, po mendoj që shoqënia jonë është një shoqëni shumë progresive, edhe që dekadat e fundit muj me thonë që ka bën një progres shumë të madh në kuptimin e emancipimit të përgjithshëm, vëdësimit të përgjithshëm, e shkollimit të përgjithshëm, të edukimit, dhe kjo gjithsesi që rezulton edhe në përgatitjen edhe për mamësi, atëri që do më kena gjenerata sa shumë mirë të përgatitjen e besoj, sidomos në raport me rrethanat ku kena qenë ndoshta 3 ose 4 dekada më herët. Por mamësia përgatit për mëmsinë nuk vjen pyetje thjesht sa është një grua ose një vajzë e re që nesër të jetë nën. Kjo ka të bëjë edhe me përgatitjen e rrethit social ku ajo jeton në raport me mbështetjen, me krijimin e kushteve, me përkrahjen morale edhe përkrahjen e forma të tjera, që ajo të jetë një nën sa më suksesshme. Që do të thonë me fjalë të tjera sa më e madhe të jetë mbështetja, edhe kjo përkrahje, edhe një anë ardhshme do të jetë më e përgatitur që të jetë edhe një mëmësi më e mirë edhe më e dobishme për fëmijën e saj. Shpesh mendojmë që dashnia e mjafton, por në fakt mungesa e edukimit mundet me sjell ankth edhe te nëna që padyshim reflekton edhe te fëmia. A keni has në raste ku gratë për shkak të mos përgatitjes kanë pas vështirësi mu lidh me fëmijët emocionalisht? Po dashnia për fëmijën edhe përgatitja emocionale e para është edhe karakteristike e qenies tonë. Qenia humane është shumë e përgatitne për me dhënë dashni, për me kanë gjendje me sakrifiku për fëmijën, për me bë më të mirën e mundshme në çdo rrethanë që si prind, si nan, këtë rast që fëmia të ketë sa më shumë ushqim duhur, kujdes duhur, pastërti duhur, domethënë çdo rrethanë, po gjithsesi që ka nana që hasën vështirësi, nuk do më thonë se çdo nanë është e përgatitne, edhe ka nana që nuk e gjojnë ndoshta shpesh edhe atë përkrahjen e duhur që të kalojnë disa nga vështirësitë. Po në përgjithësi kjo kalohet po them me bashkëpunim, qoftë kuptimin institucional, familjar, edhe shoqëror që një nanë tjetë sa ma përgatitur. Po, përveç nanës e ka mendu shpesh edhe rolin e babait. A shihet ende si ndihmues jo si pjesë e barabartë në edukim? Muj me thonë që roli babait edhe në këtë aspekt, edhe roli babait ka progres, vitet e fund, dekadat e fund ka shumë progres, ka shumë vëdësim baballarëve, ka shumë tendencë dhe kalimin e stigmatizimit të disa forma të kujdesit që një prind, një babë nëse thjeshtësohet shumë, nëse ka kujdes shumë të madh barabartë me nanën që mos stigmatizohet ose autostigmatizohet, që shumë thonë. Po në këtë pikë ndoshta hala kjo ka ngecje. Ende ka ngecje në këtë pikë për arsye që baballarët në përgjithësi po flas, hala ka nevojë me përparu që se baba është prind i barabartë me nanën në raport me fëmijën. Në raport në kuptimin e dhënies të kujdesit, dashurisë, shkëmbimit emocional me fëmijë, po kujdesi hala më shumë i takon te nanës. Normal është edhe natyra biologjike e nanës, edhe natyra emotive që e lidh më shumë me fëmijën, po edhe baba duhet me punu më shumë
që tjetë më afër nanës, jo thjesht nështë si mbështec edhe si përkras i kopaskashëm, po tjetë vazhdimisht në rol direkt të fëmijët. Një tjetër temë që ka gjithmonë debat janë vaksinat. Shumë prind janë shqetësuar sidomos pas pandemisë. A janë sigurta vaksinat për fëmijët? E para, me thonë shkurt, janë shumë sigurta. Edhe shëndeti ju në publik, rezultatet e rritja e shumë e lartë i jetë gjatësisë, jo vetëm të ne po nivel global, eradikimin, thojnë zhdukja, shumë smundjeve që ka qenë fatale për njerëzimin. Ju këni dëgju për mortajen, lijen e dhenve, si janë thë variolen, shumë smundje që kanë qenë fatale për njerëzit që kanë marrë numër shumë të madh të jetëve me miliona, janë eradikuar dhe zhdukur falë për parimit në thojnë të mjekësisë preventive në këtë rast të vaksinave. A është e domshme që vaksinat mu shty për shkak arsyeve personale ose frikës? Jo, nuk është, kurse si kjo nuk është e arsyeshme, të paktën po nisna pej atij pikpamjes teme profesionale dhe çka na mësojnë, çka na studiojmë, çka na marrim trajnime, jem pjesë e kongreseve që flitet vazhdimisht për rolin e vaksinave. Bon, roli i vaksinave marr në përgjithësi, është në rol i jashtëzakonshëm, fal vaksinave dhe fal preventives. Na sot kemë një shëndet shumë të mirë të nanës dhe të fëmijëve. Këtë rast të fëmijëve, domethënë, ju e dini jo shumë vite përpara, gjeneratat më të vjetra tregojnë që prej 7 fëmijëve, 8 fëmijëve, 2 kanë vdek, 3 kanë vdek, që kishme ka tragjedi sot që në çdo 7 fëmijë me pas vdekje. Me pas 2-3 fëmijë të vdekun që bjen në një rreth caktuar në qytet, nëse mbrana një periudhë lindin 100 fëmijë ose 70 fëmijë dhe vdesin 20, kishme ka tragjedi. Një për normal ka shumë faktorë që kanë ndikuar që shëndeti i fëmijës të jetë më i mirë, që mos të kem vdekshmëri shumë të vogël, kanë edukimi, ushqimi, kushtet e jetesës, ujë, ushqimi, po edhe vaksinimi, ka pas vaksinimi rolin keq. Po për vaksinat e Covidit, a ka ndonjë efekt ansor që është po konkretisht e fëmijët? Për të fëmijët, ju e dini që vaksinat e Covidit të fëmijët nuk janë apliku shumë. Po. Në përgjithësi nuk janë apliku, po vaksinat e Covidit janë vaksina relativisht të reja, dhe janë vaksinat që janë bon kushtimisht, ma ad hoc, nështë atë kohët e fundit janë vaksinat e Covidit, se zakonisht vaksinat e mëhershme janë bërë duke u studiu për një periudhë gjatë, duke u depistu grupe caktune, duke u rivlerësu një vit, 2 vite, 10 vite ma sandej për efektit ansore, aftësinë e vaksinës për me dha imunitet në popullat. E vaksinat e Covidit kanë qenë shumë ad hoc, për arsye se vetë Covidi, ju dini ka qenë një epidemi që është përhapur shumë shpejt, edhe ka shkaktuar shumë viktima dhe kjo ka lind nevojën e kompanive të ndryshme farmaceutike që sa më shpejt me e formulu edhe me fillu me implementu një fushat vaksinimit për me mbrojt për Covid, që ka dhënë rezultatet e veta. A është kjo ndoshta por që ka dhe efekte ansore të tritmit. Për të fëmijët na nuk kena vrejt konkretisht, po fatkeqësisht kemi pas edhe fëmijë shpeshherë të hospitalizuar nga problemet me Covid, e në mesin e viktimave të Covidit ka pas edhe fëmijë. Shumë mirë që ka pas shumë pak fëmijë, fatmirësisht shumë pak fëmijë ka pas që ka mësuar për Covidit, po i ka ataku. Sidomos ato grupet më vulnerabile, më ndeshme, që kanë pas smundje kronike, që kanë pas zhvillim më të ngadalshëm. A mundet me qenë kjo arsyeja, do me thonë koha pse është ngjall një frikë te populli rreth vaksinave? Ndoshta arsyeja e kohës te Covidi. Gjithsesi ka ndikuar edhe kjo, po kjo më thonë druja, nuk shta më thonë ashtë në përgjithësi si frikë e madhe, po druja dhe dyshimet e prindërve për mi vaksinu fëmijët, ose njerëz për marrë vaksinat caktone, qoftë edhe vaksinën e gripit sezonal që na aplikojmë kësë është e moshat më të shtyra dhe grupet e rrezikune që vuajnë nga smundje kronike. Hezitimi, kësha thonë, druja më e madhe është ju që ndërlidhet veç me fushatën e vaksinave anti-Covid, po është edhe si rezultat i edukimit, informimit, dezinformimit në rrjetet sociale. Kushtimisht edhe dezinformimi, po kur ki sa më shumë informata që të merr,
për çdo sen, jo vetëm për vaksina, gjithsesi që lindin dhe pikpyetje më shumë. Dhe në këtë rast prindit kryesisht masi jem të fol të vaksinimi i fëmijëve, hezitojnë për shkak se ka shumë informata të pabazuara, ka edhe fushata, është përshan në Amerikë është aja anti-vaccine advocacy, që ka shumë antarë, shumë përkras, që nuk bazohen në institute shkencore dhe nuk bazohen në dhana të institucioneve të shëndetit publik, të organeve relevante që përgjigjen për imunitetin, për vaksinim, po bazohen ma shumë në ato që na mujnë me thonë si konspiracion, dhe që kryojnë edhe fonde financiare, që botojnë libra, botojnë gazeta, faqe në për internet. Një për ty në për shembull është tash në Shebakit, administratën e re, është ky Robert F. Kennedy Jr., që është dikun i bjen nipi ose djali Robert Kennedy, familjes Kennedy, që kanë qenë pjesë e administratës amerikane. Ndoshta Robert Kennedy, baba i tij ka qenë ose gjyshi, prokuror general diçka i shtetit amerikan. Djali ky ka qenë pjesë e saj anti-vaccination advocacy, që i bën çaja përkrahja e fushatës kundër vaksinimit. Edhe tash ajo sekretar i shtetit, sekretari i shëndetësisë në qëtë administratën e re amerikane. Po vet ai është interesant që ka deklaruar që është i pendum, që ka qenë pjesë aty në fushata, dhe që ka heqë dorë nga çdo deklaratë e tij, që gabimisht ka besu në ato teori kushtimisht konspirative, dhe sot ai vetë dhe shumë njerëz që i kanë përkrahin që vaksinat janë domosdoshme, sepse vaksinat luajnë rol direkt në krimin, na thojnë atë imunitetit qelizor dhe organik për me mbrojtë ndaj një agjendje një smundje. Ta zonë punën e rastin e fruthit. Sepse fruthi, të na merret që vaksina e fruthit pak a shumë si ma e ndërlidht si problemi i vaksinës që shkakton, një problem tjetër si për shembull spektri çrregullimet, na thojnë çrregullimet e spektrit të autizmit. Fruthi si smundje shumë e rrezikshme. Jo më larg se 30-40 vjet më herët, kolegë tonë që tash janë disa në penzion, disa nuk janë, kanë referuar që domthonë në rrethin ku jetojnë na, fruthi ka marrë me 10 fëmijë vetëm brenda një fshati. Gjatë një sezoni. Domthonë fruthi ka qenë një smundje me fatalitet jashtëzakonisht madh dhe me komplikime tjera, me encefalitin, thonë infeksionit trunit, me pneumoni, infeksionit ranat moshnive, gjithmonë ka qenë edhe me fatalitet, edhe me sekuela shumë të rana organike edhe të ata që e kanë bjetu, të një pjesë e tyne. Ka pas studime që kanë diku fruthi, kalon pasojë në inteligjencën. Momenti kur ka u zhvillu vaksina e fruthit, edhe u arrit si të na për shembull në Kosovë, para disa vite ka shku deri 97% vaksinimit, tash fatkeqësisht jem në 90%, dikon përqindja e vaksinës të fruthit në Kosovë është dikon rreth 88, 86, 87%, jo më shumë fatkeqësisht, deri 97% edhe për ata na vite më herë nuk kena pas fruth asnjëherë. Domthonë një popullat komplet e mbrojtur prej fruthit, do ka një garanci më e madhe që fataliteti me vdekje të jetë zero sa i përket prej fruthit, smundjes fruthit. Tash fatkeqësisht këto dezinformata, këto lobime që kanë sjellë që na prapë nihemi të rrezikojmë prej fruthit. Ka raste në Kosovë, ka raste në gjithë botën, sidomos tash 2 muaj, 3 muaj të fundit kena pas raste të reja që u rrit shkalla e infektimit, shkalla e transmetimit e fruthit ka shumë më shumë pasojë se sa nëse ti e bazohesh vetëm në një informat që vaksina mund me shkaktu. U diçka tjetër që fatkeqësisht autizmi është prezent, dhe vaksina e fruthit që merret e para në moshën 12 muajsh përkon me kohën e zhvillimit verbal, do të folit të fëmisë, që na muna me si koincidencë me asocu që shkaku që një fëmijë zhvillon simptomat spektrit të autizmit të jetë ndërlidhur me vaksinë. Kjo koincidencë. Po, mirë që e shpjegove këtë dezinformimin. Po, se na e presim një fëmijë që fjalët e para të thotë ka muj 10 të formuloj fjalit ka viti parë, një pjesë më fëmijë ka viti ka muj 15-16 të krijojë një fjalor të vetin, ka rreth më thosh 2 vjet tjetër gjendet të thotë fjali komplete dhe të komunikoj, dhe autizmi fatkeqësisht në këto moshë fillon. Në këtë kur janë shenjat e para që
vazhdojnë mu bo ma të dukshme për një prind me po që fëmija i ti ndoshta i përket spektrit autizmit? Po e para është e rëndësishme me ditë që spektri autizmit nuk është një smundje, ose autizmi nuk është një smundje që ka definune vetëm një grup simptomave caktun me shkallë zhvillimit caktun të një fëmijë i veçantë. Domthonë për ata na thojmë zhvillimet e spektrit të autizmit që mund të jenë prej simptomave më të lehta, edhe aty në shenjave më të lehta që ngjajnë me autizëm, deri te një autizëm komplet që mund me ka me një shkallë zhvillimit shumë të rëndë, që fëmija të konsiderohet një fëmijë tamam me nevoja të veçanta shumë të rënda në kujdes të vazhdueshëm. Nuk ka ndaj muj ose strekt që mundem ha prej kësaj date, po na nëse fëmija deri në moshën 15 muajshe, 15 deri në 18 muaj nuk fillon me zhvillu disa fjalë, me lidhë disa rrokje, me zhvillu një komunikim emocional dhe një ngrohtësi emocionale qoftë me prind, familjen, moshatarët e tij, qoftë në çerdhe, qoftë në lagje. Nëse një fëmijë fillon më vrej që është më izoluar, atëherë na në këtë rast prindërit duhet ta adresojnë te pediatri dhe të përcjellet edhe me psikologun e fëmijëve që ai fëmijë fillimisht të vëzhgohet që a është të shku ka çrregullimi i spektrit autistik. Qysh ndikon trajtimi i hershëm? Si çdo problem shëndetësor, sa më i hershëm trajtimi, sa më i hershëm e para identifikimi i fëmijëve që potencialisht mund me zhvillu autizëm ose çrregullime spektrit autistik. Sa më herë që fillon identifikimi, adresimi tyne i sakt, i drejtë te pediatri fillimisht, pastaj duhet edhe konsult me psikologun e fëmijëve, punëtorin social, bashkëpunimi me institucionet relevante të edukimit si kopshtet do mos sa më hershëm atëherë rezultatet janë më të mira. Për arsye që fillohet sa më herët, mu identifiku, mu përcjell, mu stimulu ai fëmijë, mu i marr prind këshillat e nevojshme që cili duhet jetë kujdesi në shtëpi, cili duhet jetë kujdesi në institucionin, në kopshtën ose në rrethën ku është, mos sa më herët atëherë është edhe më i lehtë. A është normale që disa fëmijë me fillu me fol më vonë edhe mos me qenë autizëm? Sepse jetojna me një kohë ku fëmijët shpesh rriten me telefona, janë pranë ekranit, edhe qysh ndikon domethënë kjo negativisht në zhvillimin e tyre, si të folën, si në zhvillimin ndoshta edhe emocional. Njerëzit secili njeri është kushtimisht më ashtu shah në vete, secili njeri prej periudhës shtatzanisë, secili fëmijë, secili organizëm i gjallë ka zhvillimin me karakteristikat e tij të veçanta, që nuk ngjan edhe me binjakun, thojnë monovular ka ndallime deri 20-30% është edhe më shumë shpesh herë, qoftë në potencialin me zhvillu smundje, qoftë aftësitë e tyre fizike, shkatësitë psiqike, emocionale të tjera, dhe në rastin e të folnit, gjithsesi që na nuk do të më shqetësojmë nëse një fëmijë nuk ka fillu me fol në kohë nëse në moshën që ka fillu një fëmijë tjetër, një bashkëmoshatar i saj ose i tij. Është normale që disa fëmijë nuk kurse se me krahasu, për ata thash duhet me bashkëpunu me pediatrin, me psikologun e fëmijëve, me institucionet relevante që na shqetësimet tona mos t'i krijojnë, t'i kultivojnë brenda vetes ose familjes, po t'i ndajna me profesionist në mënyrë që të marrëm edhe informimin, edhe përkrahjen, edhe këshillat, edhe heqjen edhe tek e fundit edhe të vejseve ndryshme. Është normale që në fëmijë të filloj. Ka shumë prind që fillimisht nështë janë shqetësuar, pastaj thonë doktor edhe unë nuk më fol deri në 2 vjet ose 2 vjet e më shumë. Edhe unë jam kanë çtu më mbyll, edhe na kem fëmijë kur fillimisht duken që kanë ashta dyshime për spektrin e autizmit, por mas një kohë janë kanë një zhvillim shumë të hapshëm, në ndryshim radikal, pozitiv, që ai fëmijë domosdoshmë nuk krahasohet ndoshta edhe me 2 muaj më herët. Le flasim pak për përmbajtjen që fëmijët e konsumojnë në telefona. Po besoj që shumë prindër se kanë idenë në fakt që ata filma vizatimor që fëmijët po i konsumojnë kanë drita, ritme, ngjyra që ndikojnë direkt në sistemin nervor të fëmijës. Mund me çu në overstimulim, shlirim tepër dopamines edhe që ndikon domethënë direkt ndoshta në zhvillimin e trurit. Qysh mundet me ndiku kjo sjellje, për shembull, ndikon ndoshta edhe në xhëm, nervoz ose në mungesë përqendrimet?
Po kjo përdorimi teknologjia e ka ndryshu sistemin e jetës sonë, do më e ka ndryshu atë shumë anën sociale. Edhe aspekte tjera ka impakte, po sidomos anën sociale brenda një familje. Telefoni, teknologjia, rrjetet sociale, këtu YouTube-a, këtu që kanë që fëmijët me tha me i mashtru edhe me i qetësu me këto, janë problem social të na. Nuk është thjesht të fëmija, kjo ndikon edhe 18. Po. Kjo që përmende dopaminën, një për varësive, aja që lidhet me çdo varësi tjetër, kur shkaktojnë varësi në substanca tjera, qoftë substanca të spektrit narkomanisë, qoftë duhanit, qoftë alkoolit, këtë ato një pjesë të një kanë bajnë që ato rrisin për një ku nivelin e dopaminës të runën tonë. Dhe një hormon që sjell një ndjenjë të kënaqësisë. Edhe kjo është varësi, kjo në shikimi tepër të telefonit ose i këtyne filma vizatimore të fëmijët, për arsye se ata e lirojnë dopaminën edhe krijojnë varësi. Ato dhe e keqja se në momenti kur tentojmë me abstenu për kësaj, si prej duhanit ose drogave ose alkoolit, kjo është tani penalizuese sepse rriten substanca tjera në tru, si bjen niveli dopaminës në nivelin e duhur, rriten substanca tjera që rritin agresivitetin, e rritin ankthen, e rritin fëmija konkretisht ma irritabel, ma ju bashkëpunus. Edhe kjo është një problem social, pse po them problem social? Se një prind që mban telefon dorë, shikon shumë televizor, është tankuar aktiv në rrjetet sociale, fëmija edukatën edhe informimin për tarmën e vetë e merr mbas sjelljes të ambientit ku rritet. Domethënë se fëmija qëndron pranë ose afër një prindi që vazhdimisht në telefon, ai ka me tentu vazhdimisht me pas njëjtën qasje, me imitu, aja që e lidh fëmin si elementi sjelljes bazës që tenton me imitu të ritmit, qoftë sjelljen delikuente, qoftë fjaloret, qoftë me pi duhan, unë i tham për edhe mos pini duhan, ju nëse fëmijëve pas ku ju shef fëmija, tjetra mos rëni në telefon, që për ndryshet që edhe fëmija ka me pas një afinitet shumë të shtunë për ata. Kështu që kjo e keqe, prind për shkak kohës të kufizone, për shkak se shumica e njerëzve janë të angazhuar më shumë se kohët e kaluara, kanë më shumë obligime, qoftë punë, qoftë jashtë punës, kanë edhe hobit e veta, për me vazhdu jetën e vet, hobit e veta, çastin e vete, atëherë tentojnë ashta që fëmin ta mashtrojnë me telefon, edhe në vizitë kur vinë tonë, atëherë ja lëshojnë me njëherë telefonin ato që për me qëtu. Po kjo nuk është një mënyrë hiç e mirë, edhe fatkeqësisht kjo një pasojë ka fëminin, kur fëmija është shumë i vogël, po pasojët më të mëdha kur fëmija pavarësisht do me pas telefon e vet, me pas qasje çdo send. Na dinja se telefoni fatkeqësisht ose interneti çdo send më tepër edhe me zhvillu një fëmijë ose në kuptimin e përgjithshëm një shoqëri me shumë delinkuencë të madhe. Shumë nana shqetësohen edhe kur fëmija e tyre nuk po fillon me ecë. A ka ndonjë moshë standarde normale që një fëmijë do të me fillu me ecë? Apo ndryshon ndoshta për fëmijës në fillë? Si tham, sikur të aftësia për me fol, nuk ka një moshë shumë të hershme që fëmija do të më vlerësu që po na e përcjellëm fëmija që kur të lindë, që mujtë e parë, është një moshë të caktuar fëmija do të ngrej kukën, të filloj të shikoj rrethin, të komunikoj, të marrë, të jap diçka, të fillon pastaj ajo koha kur fëmija shkon zvarr, kur fëmija fillon të kapet prej një objekt tjetër, dhe shumë fëmijë fillojnë me qysh moshën 10 muajshe, disa rreth moshën 1 vjeçar, por në zakonisht deri moshën 1 vjet, 2 ose 3 muaj, do më rreth moshës 14-15 muaj nuk shqetësohem nëse nuk ec. Po gjithsehë të përcjell edhe fëmijën tjetër aty në prindve, çfarë moshe, edhe prind çfarë moshe kanë ec, po gjithsehë të përcjell edhe a ka fëmija që nëse një fëmijë ta zam është 13 muaj, 14 muaj, por nuk ec akoma, po të paktën ai kapet për një objekt tjetër dhe shet që mbrana muajt, 1 muaj 2 ai do të ecë komplet, nuk është shqetësuese. Gjithherë këtu të përcjell edhe a janë kryer edhe screeninget, na them screeninget. A është bërë screeningu për hipotiroidizëm me kohë, a është bërë vlerësimi ortopedik i këtyre problemeve me sistemin lokomotor, me ultrazani i kërdhokullave që thojmë na që bëhet zakonisht e fëmija më shumë të hershme, që është 6 kur fillon më zhvillu
aja bërthama dhe kërdokla, nëse që një fëmijë mund mos të ecë, po nëse ai në kronologji, në thojnë dhënat tanë amnestike nuk janë kry këto depistime, këto screening, atëherë na mund të kemi një pasojë organike, jo vetëm trunit. Po rrethi që i vendosëm fëmijët për me ecë, a është i dobishëm apo përkundrazi mundet me qenë i dëmshëm? Po më thonë rrethi, djepi, këto janë kogja pyetje të shpeshta, edhe që ju kushtohet nështë një rëndësi rëndësi një farë droje më e madhe se sa duhet realisht. E para, na shumë ku me parë qena njerëzore nuk ka pas rreth edhe djep. Do të me di që para arë se tonë herë shumë të zomë qindra e mira vjetë më herët. Ata nuk janë zhvillu me ecë në bazë të ndihmës së rrethit ose të djepit. Po e para nuk është e nevojshme. Për ta zonë të djepi, po filloj më herët për shkak se djepi përdoret më herët se rrethi. Djepi, nevoja për gjumë, nevojë organike dhe fiziologjike e qenies njerëzore, e çdo fëmije. Sa është rëndësishëm gjumë edhe orari i gjumit? Gjumi është zakonisht i rëndësishëm. Fëmia i përsalindur, për shembull, do të flajë për 24 orëve ditë, 18-19 orë do t'i kalojë në gjumë. Pse? Se fëmija zakonisht zgjohet vetëm për më ushqy edhe kur i ndran, kur ndrohet, parashihet më 18-19 orë. Ka përjashtime, ka fëmijë që flajnë shumë më pak, por nuk është shqetësuese, se është secili fëmijë është ndrysh. Organizëm vetë me karakteristika, po gjumi është shumë i nevojshëm. Përveç tjerash, hormoni i rritjes, që na rritime, fëmija rritet hormoni kryesor që ndikon të rritje hormoni i rritjes, dhe ky hormon mas shumë të lirohet në gjumë. Edhe lirohet në gjumë edhe në tond. Fëmija që flan shumë mëntohet ai hormoni rritjes lirohet edhe në ato periudha që nuk është negative. Edhe fëmija kur s'han, kemi prindërsha i adresojnë shqetësimet të tyre të një fëmijë 1 vjet, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, jo s'po han ose 2 vjeç po han pak. Nëse fëmija ka rrit gjatësinë, peshën, zhvillimin e përgjithshëm psikomotorik të mjaftueshëm për atë moshën, atë nuk më shqetësu pse s'han. Ose pse s'han mjaftueshëm. Ai han mjaftueshëm për vete, po nuk han mjaftueshëm për mi kënaq prindet. Domethënë të shpesh i thon prindve, ky preokupim i juve, jo i fëmisë. Për arsye që edhe ky hormon i rritjes lirohet në tond. Kur bie sheqeri në gjak, untet e ul sheqerin në gjak. Rramja e sheqerit e shkakton kuptimin fiziologjik, lirimin e një hormonit të rritjes, edhe në gjumë lirohet hormoni i rritjes. Gjumi është i rëndësishëm jo për fëmijën. Shoqënia moderne von pej deficitit gjumit. Edhe te fëmia, një fëmijë, nëse rrin telefon shumë, parashihet që për me bën një gjumë të mirë, edhe për me kalu shpejt çysh duhet në për fazat e gjumit, janë disa faza. Atëherë edhe fëmijë dhe rritet paktën 1 orë duhet jetë jashtë ekranit, qoftë televizorit, qoftë telefonit. Ti nuk mundesh një fëmijë që i ke lënë telefonin 2 orë në dorë me një herë të vënash në gjumë, se është truni i tij shumë i stimuluar, shumë i ngacmuar prej ekranit që ai duhet me kalu një fazë qetësisë rreth 1 orë të paktën, pastaj më shon gjumë. Deficiti i gjumit në shoqëninë moderne, jo vetëm te ne, është një problem shumë i madh që ka reperkusione shumë të mëdha në organizmin edhe në shëndetin e secili. Te të rritnit minimumi është 7 orë gjumi, optimumi tamam, se thojnë është 9 orë, te fëmia shumë varësisht prej moshës, po fëmia ditë e para do të me flajt rreth 19 orë, tani 15 orë deri në moshën 1 vjeç, 2 vjeç, tani shkojnë të zolu, po fëmia deri në moshën 18 vjeçare do të mbi moshën 18 vjeçare minimumi 7-8 orë. Pak prap thash është kjo karakteristikë e veçantë. Gjumi ndikon që fëmia me ka ma vigjilent, me ka ma i kujdesshëm, me ka ma i përgatitur për me marrë informata, fizikisht në gjendje ma të mirë. Po, në përditshmëri nanat përballen shumë edhe me situata që nganjëherë duken të vogla, po që në fakt mund me qenë shumë stresuese. Për shembull siç janë temperaturat, barkëqitje, dhimbjet e veshit. A janë këto pjesë normale rritjes një fëmijës? Po thash, sa ma i madhe informimi, sa ma i madhe droja, empatia e madhe për fëmijën, dashuria e madhe për ta, e ban që na me hiperbolu, kushtimisht me tha, edhe një diçka që për neve mjek nuk është shumë shqetësuese. Ju keni një njerëz për shkak që jetojnë perëndim që thojnë për temperaturë nuk e marrin shumë. Temperatura, çdo temperaturë e trupit do të më shtu shumë kujdesin edhe të prindve, të familjes, edhe të mjekut. Po
temperatura është një pjesë normale e manifestimit një agenti, qoftë një virusi, një shkaktari viral ose bakterial. Temperatura konsiderohet të rrezikshme nëse ajo vazhdon paktën për 3 ditë, nëse shoqërohet me probleme tjera që fëmia përveç temperaturës është i plagësht, nuk han, nuk flan. Nëse fëmia shoqërohet temperaturë me simptoma tjera, qoftë vjellje, kollitje, barkëqitje, edhe gjithsesi që duhet me ofru te mjeku, plus temperatura duhet të trajtu. Na thojna të fëmia deri në 38 shkallë Celsiusit nuk është një temperaturë shqetësuese as për me i dhanë ilaç. Për mi 38 shkallë Celsius do t'i dhanë ilaç zakonisht parastamoli që është ose ibuprofeni që janë na thojna banat linjes të parë për mi trajtu. Edhe nëse kjo vazhdon atëherë mi kontaktu mjekun, po s'do më që një temperaturë gjithsesi duhet me trajtu me barna shumë, me ilaçe të forta, mu tentu gjithsesi me ul temperatura. Na thojna fëmijët gjatë temperaturës duhet më majt hidron, më dha sa më shumë me pi, kur është shumë i vogël me qumësht gjirit ose me qumësht formule, me ujë, me çaj, pamperime të zbutën ose të shtypne, ushqime i hidrun, i ushqyshëm, mu majt në një ambient sa ma komod, që mos ta mbuloj me rroba shumë trashe ose t'ja bëjmë shumë nxehtë temperaturën, po kurse se ju dhe shumë ftohtë. Edhe në kontakt me mjekun gjithmonë pa shqetësime. Pastaj nëse mjeku e vlerëson që duhet me bëj ekzaminime shtesë, kuptimin e analizave dhe kontrollës, atëherë mund me vendosë që mu trajtu, po zakonisht gjithë ne jemi rritur qenia njerëzore edhe njerëz do të më rritë ty adaptu ambientet. Një për format të adaptimit tonë është dhe me luftu virust dhe infeksionet që janë në ajër edhe që na i marrën për njënit tjetër, do më gripet e zakonshme, infeksionet ka herë dhe ma serioze, na kështu krijojmë edhe imunitetin. E kështu që është normale. Një për temperatura ka një rol mbrojtës të organizmit, roli themelor mbrojtës. Rritet kur aktivizohet imuniteti jonë, antitrupat tonë thëna, për mi luftu një agent, atë rritet dhe temperatura trupore. Edhe vetë temperatura është vrasë për virust edhe bakteriet. Dhe ma virust dhe bakteriet nuk i zhduk të shkatrojmë ose me ndalu zhvillimin e tyre vetëm në përmes barrit. Edhe vetë temperatura i zhduk. Për që ta nuk është diçka krejt negative. Do të milana ka herë organizëm dhe mi luftu agent, më i adaptu. Ashtu detyrun që çdo aspekt në jetën tonë, edhe në aspektet e tjera, jo vetëm shëndetësore, që na të adaptohemi të sfidu. Edhe sfida te fëmia, sfida ndaj agentëve viral jap temperaturë dhe jap. Po. Kur fillojnë dhëmt mi dalë fëmis, ka njerë bëhet edhe i padurushëm, a ka ndaj mënyrë të shëndetshme që duhet mi ndihmu, apo është thjesht një proces që duhet mu duru? Dalja e dhëmve është ashtu edhe kjo një pjesë sfidave organike të fëmis. Ka fëmijë që lind me dhëm, ka shumë rrallë, por shumica e fëmijëve dhëmbe dalin mas moshës 5 muaj, 6 muaj e tutje. Na përdorim disa ilaçe ashtu suplementare, jo disa gellat për lyerjen e këtyre gingiva, thojë mishit dhëmve, po nuk kanë rol shumë të madhe, preferojmë edhe parastamolin si na thojnë analgetik kundër dhimbjes që eventuale që shkaktojnë, po prap është një proces normal që do të me kalu dhe nuk ka kur shqetësimi. Unë i tham prindërve, veç merrni parasysh çush na kanë dalë dhëmb neve ose gjështëve tonë. Këti kanë kalu procesin e daljes dhëmbëve me shqetësimet që i kanë pasur edhe atëherë prindët e tyre ose familja e tyre me shqetësimet e vetë që i kanë kaluar një fazë. Edhe faza rritjes, faza ecjes, fëmia mund murxu, mu lëndu, mi vrahunën. Mirë është kuptimi ideal. Mu rrit një fëmijë pa pas dhimbje të dhëmbëve, pa urxu asnjëherë kur të fillon me ec, pa pas asnjëherë një barkëqitje, po idealja të zhvillimi i fëmisë nuk mund të marrit. Një pyetje që marr shpesh nga nënat është për lijen e ujit. Si duhet mu trajtu edhe a është e rrezikshme për fëmijët? Lija e ujit në raport me përhapjen e lijës të ujit nuk paraqet rrezik të madh, po megjithatë duhet me pas kujdes. Ka raste, po ka ndërlikime, na thojna komplikime ka, të rralla fatmirësisht, por ka komplikime, e keqja e lijës të ujit që përhapet për një virus që përhapet shumë lehtë. Mjafton një kontakt shumë i vogël, shumë i thjeshtë, do zamë nëse e prek një dorez deres ose një tavolin një fëmijë me lijë të ujit ose dikush që e ka prek praktikisht një lijë të ujit me kontaktin e fëmijës tjetër, ta zamë një qendër e lojë ose në restorant, atëherë mund e merr lijën e ujit fëmia tjetër. Na thojna kontagioziteti për hapja kësaj smundje shumë e lehtë. Edhe kjo na bën që na vazhdimisht kemi pe kupshteve edhe pe shkolla kur vjen një rast,
ta zam sa do në dykon pejt njëjtë shkollë kom pas 3-4 raste. Po. Me litë ujit. Ka Edhe për hapet prindëve shpejt. që dërgojnë fëmijën vetë dikush që ka linjën e ujit, për me kalu ma shpejt. Po na kena qa me ful shumë edhe që kjo mungesa e kulturës ju edhe sa duhet. Na tham në fillim kena bërë shumë progres në edukimin e përgjithshëm të shëndetësor, po kenë mbetet shumë për të dëshiru. Edhe në këtë aspekt. Do më lija ujt më unë përhap shumë let edhe derisa ti largon ato krustat komplet, ato vragat, ti kalon temperaturë dhe deja atëherë fëmija mund me ka infektues. Plus, fëmija është infektues shumë herë, qysh në ditë pa u shfaq ato shajat e mdhaja. Ka fëmijë që e dërgon, ka prind që një fëmijë e dërgon në kopsht pa ditë që ka linjë ujë, sa ndoshta i ka veç 3 ose 4 si thojnë na si puqërta të vogla që prindi si ka vrejt. Pa i fëmijë është infektues për tjertë. Edhe nëse mas një ditë 2 këti dalin komplet ato na thojnë ajo egzantema karakteristike për linjë ujit, nëse mas një ditë 2 dalin komplet këto egzantema, atëherë prindja në alë fëmin për kopshti ose për shkolle. Pa ai 2 ditë para prake, derisa ka ndalë shumë, ai veç i ka infektu. Edhe ky është ai zinxhiri i përhapjes që neve tani na sjell probleme edhe me institucionet shkollore, parashkollore edhe neve si personel shëndetësor. Zakonisht nuk është e rrezikshme. Duhet kujdes, fëmia duhet të ushqehet mirë, të hidrohet mirë me langje, me langje të mira, ju langje nashta kësi pije të marketit të kështu, po me langje, me pamperime, me ushqim të rregullt, fëmia të mbahet në ambient komod, të pushoj sa më shumë, në aktivitet fizik sa më pak, të japet për temperaturë se lija ujit përveç me këto ndryshime të kur që na i thojmë egzantema, këto puqërzat shoqërohet edhe me temperaturë, të japin këto barrat kundër temperaturës, kontakti me mjekun gjithsesi, kontakti dhe vizita sa më shpejt e mjeku që ti marrin informata të vlerësohet. Aja që a i shqetëso prindit shumë është kjo puna e këtyne lkurës, këtyne ndryshimet që shfaqen lkurë. Për neve si mjek kjo nuk është shumë problem i madh, se kjo si do që tjetë do të kalaj, do t'jetë si disa vragën do shtë dhe një muj 2 shpesher, po nuk mbesin, do të kujdes gjatë pastrimit, kujdes gjatë fshirjes, po nuk mbes, po problemi që lija ujt, në rastet rralla dhe me ap komplikime që potencialisht mund të jenë të rrezikshme. Për shembull, një prej tyre mund të jetë edhe një infeksion e mushnive, një pneumoni. Domthonë një lije ujit që shkaktohet për një virusi, që nuk duhet më trajtuar me antibiotik, ai virus mund të ulë imunitetin deri në atë shkallë që t'ja hap rrugën baktereve. Dhe ato baktere, nëse gjejnë në organizëm imunitet dop, mund me shkaktuar një infeksion të rrugëve të frymëmarrjes, shpesh herë mushnive të çojnë deri një pneumoni me baktere, që do të bëjnë egzaminime tani me rentgene, me edhe shpesh herë hospitalizim me antibiotik, për që tanaj do të më konë kontakt me mjekun për që nëse kem shajet një komplikimi të tillë si pneumoni, atëherë mu mjeku me ku ose mu referu në spital. Ka dhe tjera infeksione, një infeksion tjetër që virusi i listu ujtë mund me ap, është edhe infeksioni në thujna encefalit, infeksioni trunit, kryesisht i trunit vogël, që shpesh na kena pas fëmijë që lind u duk që lind në pamjet pas që lija po kalon shumë lehtë, nuk po ka ndoshta shumë edhe kësi puqra, po mas disa ditë ai ka filluar me çalun tecën. Me zhvilluar një simptom që na i themi ataksi, çalim, dizorientim. Edhe ajo shaj që virusi i listujt e ka prek trunin. Edhe ajo direkt është indikacion për hospitalizim dhe për qelle, zakonisht shkojnë mirë ato, janë kthysa ato simptoma, nuk mbesin, po edhe simptom tjetër mund me ka dhe meningite. Domthonë, raste të rralla, po çdo fëmijë me litë ujit, e para ç'a duhen me bësh prevenca. Me njëherë me ndal pe shkollë ose kopshti, me njëherë me ndal kontaktin e daljes të familjes me atë fëmijë jashtë shtëpisë. Edhe kurse se me leju njerëz të tjerë me ardh më të paktën një javë, 2 javë prej musafir ose diçka se mund e merr linjë ujit një fëmijë ose mund e merr i madh e bartë fëmia tjetër, do të jemi strikt. Na shumë micën e përhapjes e kem kur prindi shkon me fëmin me litë ujë dikon, del në restorant, në kanë lojrav, ose vjen dikush e nuk e njofton paraprakisht që mos hajde që unë kam fëmijë me litë ujë, i ka 30 ose 50 në javë dhe ashtu përhapet. Po. Diçka tjetër që më ka ra shumë shpesh në sy është se shumë prindër, ndoshta nga dëshira e madhe për mi ndihmu fëmijët, insistojnë për shkrimin e antibiotikëve, ndoshta për çdo ethje ose kollitje. Po që dim jo çdo infeksion është bakterial dhe jo çdo antibiotik shpëton gjithçka. Sa është problemi dhe çfarë pasoja mundet me sjell kjo? Antibiotik kanë pas një rol shumë të madh
antibiotik kanë pasur një rol shumë të madh në përmirësimin e cilësisë tonë të jetës. Domthon prej 1928-s, shekullit të kaluar kur Alexander Fleming ka shpik mas parat penicilinën e famshme. Kjo epoka ose tash po bëhet shekulli i antibiotikëve ka ndikuar në revolucion shumë të madh për mësimin e jetës njerëzve. Pse? Pse ka arritur më shëru smundje edhe infeksione që kanë qenë fatale, vdekje e prurse për masa. Do më ka mjaftuar një infeksion e thjesht para epokës të antibiotikëve, një çpumje e thjesht në lëkurë që më kriju një infeksion për asaj një infeksion më i madh në sepse do me vdek njëri, ose një infeksion i mushkërive i thjesht, një pneumoni që tash mjekut me një kur, me një antibiotik për një periudhë 7 ditore ose 10 ditore me ka vdekje për antibiotik. Na do të më falenderu antibiotikëve edhe epokës tyre, edhe mundësisë që kanë, edhe asaj që ata kanë bën një revolucion në jetën tonë kolektive. Po, kur jemi të fëmija, jo gjithherë është të nevojshme antibiotiku. Edhe aq ma i parësyshëm mos insistimi prindve. Jo vetëm të rast të antibiotikëve, po insistimi prindve për me që indicet e mjeku, për një përshkrimin qoftë një antibiotiku, një injeksioni për temperaturën, një infuzioni, është një farë presionit e mjeku që ai nuk është se ban atë punë, po që me hup atë intuitin dhe konceptin e vetë mjeku për trajtimin e asaj gjendje. Dhe mos sa ma pak jo në kuptimin e mos bashkëpunimit, gjithsesi bisedimit, të mirë kuptimit, të shtjellimit me mjekun, çdo opinioni dhe mendimi i prindit, por jo me insistu shumë për marrjen e antibiotikëve. Tjetra, shumica e infeksioneve në moshën fëminore janë virale. Diku 70-80% janë infeksione virale, që kalojnë pa nevojë për antibiotik, plus virusi fatkeqësisht nuk u ndeshën antibiotik. Domethënë të një gjendje virale që mund me emitu komplet një gjendje bakteriale, me pas temperaturë, me pas dhimbje kokës, me pas kuqe të fytit, me pas plagështi. Po nëse është virale, ti jep një antibiotik për një javë. Mas një javë kalon edhe virusi. Ti mund ja atribuan rezultatin antibiotikut, por realisht ai ka kalu për shkak se ka kalu virusa. Po anën tjetër antibiotiku mund i lën pasojat. I damtan na thojnë bakterë normale në trupin tonë. Na kemi shumë baktere që thënë florë normale, qoftë në hund, në gryk, në zor, kemi baktere normale që i dohen gjithsesi funksionimit të organizmit tonë edhe funksionimit të imunitetit tonë. Nëse marrëm një antibiotik, fatkeqësisht antibiotiku jo gjithherë selektiv mjaftueshëm. Domthonë jo gjithherë i vret ose ndalon zhvillimin e baktereve të dëmshme. Shumë i në rasteve damton edhe ato bakteret, ato flora normale të organizmit tonë, që mund me pas pasoja tjera, që një fëmijë që ka pas virus, ka marrë një antibiotik ose i rritun, po ajten me pas një imunitet shumë më adopt me atutje, ose me pas edhe pasoja një bashkëqitje shumë të rrezikshme ka herë ose çka që si rezultat i marrës një antibiotik. Për këtë duhet mendimi profesional i mjekut. Po ashtu mungesa e vitaminave është diçka që njerëzit nuk po e marrin shumë seriozisht. Cilat janë ma kritike që mungojnë te fëmijët dhe çfarë pasoja mund me sjell? Po trupi jon vitaminat edhe mineralet janë ato suplemente që thojnë, që na gjithsesi duhen trupit për një funksionim normal. Shumicën e vitaminave edhe mineraleve na i marrim për një dietë normale të pasme me vitamina minerale, pemt, perimet, mishi, vezë. Edhe shumë edhe domthon rrezites në diell, shumë vitamina mineral shumë që na i sigurojmë kështu. Nuk do të thotë që na gjithmonë arrijm me marr plotësisht vitaminat edhe mineralet që i dohen organizmit tonë. Na zakonisht për shkak të vitaminat fillojmë me prevencë. Vitaminën D dhom si prevencë, duke llogaritë që nevoja ta zam. E para vitaminë që japet kur të lind fëmia vitamina K, që i dohet zorrës tonë për mi thujna mi sintetizu qatë flore normale për mi kompenzu vitaminën K që i dohet trupit tonë derisa të formohet ajo flora normale që e prodhon vetë vitaminën K. Vitamina K merret qysh sallën e lindjes. Kur të lind fëmia zakonisht në formë një injeksioni, merret një dozë, një injeksion i vogël, një vitamin K për këta. Vitamina tjetër që e shoqërojmë të paktën deri në vit 15 muaj, tash shpesh edhe deri në 2 vjet, varësisht për regionet gjeografik, për nevojat të fëmijëve, a ka filluar me ecë ajo, edhe vitaminën D. Vitamina D japet si prevencë, duke llogaritur që nevojat e fëmijës për vitaminë D janë shumë më të mëdha se sa ajo që e merr nëpërmes qumshtit nanës ose qumshtit formulës ose më vonë edhe ushqimit. Vitamina tjera nuk është gabim o jap, sepse ka tolerancë edhe nëse organizmi jon ka sasi të mjaftueshme në vitaminë, ta zon vitaminën D. Nëse na marrim një sasi shtesë caktuar për një ku, nuk do të thotë që më një herë ngarkojmë.
organizmin. Po edhe marrja e vitaminave duhet të jetë konsult me mjekun. Cilat janë disa shajat që tregojnë mungesë vitamines, që ndoshta prind vetë mujnë mi vrejt? Po na fatmirësisht shumë për shkak prevencës vitaminës D nuk kena manifestimin e asaj smundjes që rahitit, si thojnë na, që shfaqet si rezultati mungesës vitaminës D, fatmirësisht. Për shkak se bojnë prevencën me kohë. Ose smundja e skorbutit, na i thojnë që është një smundje që ka gjakderdhje, nuk ka koagulim gjakut, si rezultati mungesës vitaminës C. Prind zakonisht mungesën e vitaminave referojnë kur fëmia nuk han, është ma i zbet, po në këtë rast kur fëmia i zbet ose mundet me ka pagjaksia, nuk u mungesë e vitaminave, po e mineralit hekurit këtë rast. Periudha më e shpesh që fëmia ka nevojë për këtë mineral hekurin, është periudha jo veç fëmia, po në jetën e tij, periudha mas muj 6, 4 të fillon, po më shpesh to 6 deri në 2 vjet, 6 muaj deri në 2 vjet domthon. E për çet ku shumë të raste na bëjmë hemograma, domthon atë pasqyrën e gjakut që thonë, për me vrejt nëse mungesa e këtij minerali, që nuk do të më bazu vetëm pamjen e lkurës fëmijës, që mund të jetë një fëmijë që duket relativisht i zbet, po ndoshta në laborator vlerat e hekurit dhe asaj hemoglobinje si komponent brenda asaj hemogrami ose hematokritit janë normale. Ose në fëmijë që mund duket që nuk është shumë i zbet, po që në laborator tregon që ka nevojë për suplement, shtesë për hekur. Si janë statistikat për anemi të fëmijët? Anemia të fëmijët nuk është shumë e shpesht. Anemia e rand fal ushqimit më të mirë, kujdesit më të mirë, vizitave të rregullta të pediatrit që shumica e fëmijëve e bëjnë, po raste të caktuara kemi edhe anemi trana. Domthon nuk po flas me statistika, për shkak se na nuk bëjmë shumë statistika në këtë aspekt, po një pjesë e madhe e fëmijëve, sidomos mas muajit 6, kanë një anemi relativisht lehtë, që edhe ato shpesh nevojitet ose suplement ose dietë e caktuar e pasme me mineralin e hekurit. Nëse kishu mujt mund dal pak tek reagimet e gabuara të prindve, ndoshta lidhen me pjesën që folëm më herët me edukimin edhe gatishmërinë e përgjegjësisë. Shumë prind për shembull përdorin ndoshta frikën si mjet edukimi për fëmijët. Për shembull, mos e bë këto se t'injekton mjeku ose mos e bë këto se çerton polici. Tani është shumë normale që për fëmijët që kur e shohin një mjek me ndje frikë, me qajt edhe me hezitu me shku te mjeku. Qysh janë këto reagime dëmshme dhe a mujnë me shkaktu trauma afatgjatë të fëmijët? Po kjo pjesë shumë teme gjanë. Shumë do më ka shumë çka të thuhet, o pjesë gjithsesi që i takon më shumë profesionet që merren me zhvillimin direkt trunit, qendrave nervore, psikologëve, po frika, kërcënimi, shantazhimi asnjëherë nuk janë të mira në jetën e njeriut. E aq më pak edhe aq më shumë dëmshme janë moshën fëminore. Domthon, nëse mendon ta përdor kurrëzimin si formë radikale, në kuptimin radikal, frikën, ndëshkimin qoftë emocional, qoftë fizik, për edukimin e fëmijës është një praktikë që ka qenë e zbatuar të kalonën, shpesh e ka pas edhe shkolla që kanë përkrahur ndoshta në shekull dhe diçka më herët, por fatmirësisht që rezulton me trauma afatgjatë të fëmijës. Qendrat e trunit tonë, ta zëm amigdala është një organ të trunit jonë që reagon shumë ndaj frikës edhe prodhon glukokortikoide, hormone të më dëmshme që dëmtojnë trunin, edhe dëmtojnë organizmin, edhe dëmtojnë emocionin e fëmijës, ato lirohen të nxit frika. Domthon, çësia ndaj fëmijës kurse se nuk do të jetë as të nxit frikën, jo doktor, jo policia, as të nxit ndëshkimin, kurse se s'po flasim për format më radikale të dhunës fizike ose emocionale. Fëmia është një qenie shumë e ndihshme që do të më pas shumë kujdes, edhe gjithmonë çdo çast ndaj fëmijës. Nëse nuk kemi informata të mjaftueshme, me marrë informata në vendet e duhur prej profesionistëve duhur, aq më tepër nëse një fëmijë më delikat ose më i vështirë për me u eduku. Me qenë se jemi të truri fëmijës është si një tabula rase, e cila mbushet në fillim nga familja, pastaj shkolla, rrethi, puna, shoqëria. A mundu më nal pak se çysh ndikojnë marrëdhëniet prind-fëmijë tek fëmia? Te fëmia janë shumë të rëndësishme raportet ose marrëdhëniet prind-fëmijë, po shumë janë të rëndësishme edhe raportet prind-prind. Domthon shumë raste na kem probleme shëndetësore, disa probleme organike. Një prej tyre është që kemi dëgjuar është që fëmia që lagën natën. Edhe nuk ka problem veç i fëmijës. Ajo reflektim ka herë një problem më të madh në familje. Raportet prind-fëmijë
raporte prind-prind. Shpesh në këto raste kem ku prind janë proces divorcit, kur janë proces një konflikti mes tyne, kur ka një rast vdekje, domethënë që fëmia reflekton me disa enureza, na thonë enureza nocturna që fëmia lagët natën mas moshës 5 vjeçar pasi paraprakisht me vitet tona ka tregu, ose e kryen edhe nevojën e madhe, na i thon enkompres, pas një periudhë që ai paraprakisht ka tregu. Fëmijët prindët kur e referojnë si problem thjesht organik, po për ne nuk ka veç problem organik, ai mund të jetë një problem emocional. Raportet prind-fëmijë janë shumë të rëndësishme në çdo aspekt zhvillimit të fëmisë, sidomos atij emocional, po edhe fizik. Fëmija që rritën në familje me raporte jo të mira, me dhunë verbale, dhunë emocionale, dhunë fizike, ata kanë shkallë më të vogël të rritjes fizike, të zhvillimit psikoemocional. Kështu që ajo penalizues edhe në shumë aspekte të tjera. Kështu që duhet jemi shumë kujdesshëm edhe në këto pika. Në këtë aspekt. Duke qenë se shumë prind janë zonë me punë, edhe ndonjëherë ndjen fajtor që nuk kalojnë shumë kohë me familjen ose me fëmijën këtë rast. Qa është më e rëndësishme? A është koha që shpenzon apo ndoshta cilësia e kohës që shpenzon me fëmijët? Fatkeqësisht e keqja e jetës moderne, përveç shumë të mirave që ka, edhe shumë alternativave që na ofrohen çdo aspekt, e keqja e jetës moderne është që e kufizon kohën jo vetëm për fëmijë, po edhe për familje, edhe për shoqëni, edhe për njerëz që e kanë një ankesë dhe një arsye që nuk kanë kohë të mjaftueshme. Koha që ju tregohet fëmijëve kur nuk është e mjaftueshme. Edhe nëse 24 orë ki mundësi, atëherë ki mëna çasoj 24 orë që e bën më cilësore, më produktive për fëmijë. Për shkak që prind punojnë, angazhohen, me siguri që koha nuk është e mjaftueshme. Ndoshta nuk po bëhet, nuk ka mundësi më bë më shumë, është kompenzuese, ka rrethana kompenzues kur fëmia dërgohet në kapsht, e ato me edukimin, shoqërimin, socializimin me bashkëmoshatarët, edukimin edhe arsimor, parashkollor, po për me ka e mjaftueshme duhet sa më shumë atë kohën e lirë që kanë prind ta adresojnë në favor të fëmisë. Doktor, kemi ardhur drejt fundit. Unë ju falenderoj shumë për këto informata të vlefshme që ndoshta i bën edhe prind me pas një qasje më të qartë ndaj shëndetit të fëmijëve të tyre. Po nëse kishit ja jap një këshill prindërve, cila do ishte ajo? Këshilla më e mirë ndoshta që neve po na mungon është që prindët dhe shoqënia jonë mbi gjitha ka nevojë për me rrit shkallën e besimit. Qoftë besimet të ndërsjellët, po në këtë rast e fëmia besimin institucional kompetent. Tazam, prindët do të besojnë te vaksinimi, sepse janë organet që rregullojnë se sa duhet me kon shkalla atyne, do të besojnë te këshillat mjekësore, te mjekimi, sepse janë organet, jo që janë perfekte, po janë organet që institucionale, kolektive, mbi këqyre që ato i ofrojnë, të çdo send që lidhet, çdo shqetësim tyne të adresohet, qoftë për vaksinim, qoftë për kujdes të fëmijëve, të organet kompetente. Mos të krijojnë, mos besojnë në teori tjera të thënë kështu që ose të marrën vendime shoqërore në grupe të caktuar, në grupe të interesit, jo nuk na kem hala familja në Skënderaj që nuk ka vaksinuar asnjë fëmijë, që marrën vendim që mos t'i vaksinojmë ose mos t'i dërgojmë te mjeku ose mos t'ju dham vitaminën D ose mos t'ja bëjnë ultrazanën e kërdhokullave se thojmë, ose mos t'ja japim mos t'i dërgojmë me kohë në shkollë ose t'i dërgojnë para kohë në shkollë, përsa na kem një pjesë e prindve i dërgojnë fëmijët edhe para moshës 6 vjeçare. Për mos i pediatër, nëse këshyrëm zhvillimin e përgjithshëm e mosha 6 vjeçare, kufini ma i ulti poshtëm që mujna me çuni fëmijën në shkollë. Ajo organet e kanë rregulluar ashtu, po ka shumë prind që i dërgojnë edhe para moshës 6 vjeçare. Kurse se, nëse fëmia nuk i kanë mbush 6 vjet deri me 1 shtator të vitit që ti mendon me viju, atëherë të paktën nëse vetëm në 2 është më herët, lejde në vitin tjetër. Që ai ka nevojë sa më shumë pjek sepse me shkollë balli del shkolla. Faleminderit dok që ishe me ne, faleminderit edhe juve që na dëgjua dhe shpresoj të keni marrë këto informata të vlefshme ose të paktën jeni ndjetë kuptuar si prind, si nën ose si familjar. Mos harroni të bëni subscribe në YouTube dhe shihemi në episodat të ardhshëm. Deri atëherë kujdesuni për veten edhe për madhvazhlit tuaj.